Kombëtarja shqiptare barazoi 1-1 me Letoninë në ndeshjen e vlefshme për kualifikueset e Kupës së Botës 2026. Ndeshja nisi e qetë me Shqipërinë më kërkuese në sulm. Vendasit fituan një penallti në minutën e 21, por Strakosha bëri një pritje spektakolare dhe mbajti portën të paprekur. Shqipëria kaloi në avantazh në minutën e 29 pas një autogoli. Hoxha harkoi sakt nga e majta, ndërsa presioni i Manajt dhe një mosmarrveshje me portierin detyruan mbrojtësin letonez të dërgonte topin në rrjet. Në fundin e pjesës së parë Letonia barazoi rezultatin dhe pjesa e parë mbyllet me 1-1. Fraksioni i dytë nis më mirë për Shqipërinë që ju afrua golit me Aslanin dhe Manajn. Në minutën e 60 trajneri Silvinho bëri zvendësimin e parë. Arbër Hoxha u largua nga loja dhe në fushë u aktivizua Ernest Muçi. Më pas u aktivizuan edhe Bajrami, Daku dhe Uzuni. Kuqezin tentuan deri në fund të shënonin golin e dytë, por pas sukses, ndeshja u mbyll në barazim 1-1. Pas përfundimit të ndeshjes së katërt në grupin K, Shqipëria renditet në vendin e dytë me 5 pikë. Në reagimin e tij, presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit Armando Duka tha se ndeshja në Letoni nuk ishte ajo që do donim të shihnim, apo rezultati që do duhet të merrnim. Gabuam në disa raste dhe kundërshtari shfrytëzoi gabimet tona. Dalim me vetëm 1 pikë nga kjo ndeshje, teksa duhet i merrnim të treja. Kemi bërë gjysmën e ndeshjeve eliminatore dhe gjysma tjetër e mbetur na imponon të jemi me mendësi dhe energji të tjera. Kuptoj dhe mirëkuptoj sensitivitetin e çdo kujt për ekipin ton kombëtar dhe mbarvajtjen e tij. Asgjë nuk është mbyllur dhe asgjë nuk ka mbaruar për asnjë nga rivalët tanë, thot ndër të tjera Duka.